Ndotja që shkaktohet nga punimet e impjantit të prodhimit të asfaltit nga firma Gjoka Construction ka çuar në përplasje mes banorëve të Zaldajtit dhe specialistëve të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes së Mjedisit, teksa këta të fundit shkuan për të dëgjuar pretendimet e palëve dhe për t'i dhënë një zgjidhje konfliktit. Kjo është hera e dytë që po bëhet, sepse herën e parë nuk ishte të lajmëruar. Ja se ja shpjegoj. Bëm herën e dytë që ju jeni informuar të gjithë dhe këtë dëgjoni. Në rast se ju subjekti është për momentin në proces aplikimi për leje. Faza e aplikimit për leje është dëgjesa me publikun. Sot po bëhet kjo. Për momentin nga institucioni jon asfalti është deleguar institucionit të IKM-t-s dhe IKM-t-ja ka këtë përgjigje që asfalti kur kanë shkuar për inspektim nuk është në punë. Sot jemi mbledhur në rast se ju keni kundërshtime, do fillosim një proces verbal që jeni kundër dhe kjo do raportohet më vonë nëse subjekti do ta marrë apo jo. Po pse keni leju fabrikën ju këtu Ministria e Mjedisit, pse ka leju? Të revoltuar, banorët kërkuan pezullimin e punimeve nga impjanti i prodhimit të asfaltit, duke argumentuar se gazra dhe tymrat që emetohen në ajër po dëmtojnë shëndetin e tyre. Ku do të hejnë qësë karë, Gjoka, hyrjen tu, i pari do të qaj unë. Kujta është ajo to? Të bëni krimër, të bëni popull, të gremim kam, të vdesim për mbrojtjen e fëmijëve. Që ka zonë mbrojtme për popullin, nuk është zonë mbrojtme vjallë, do të me që është kjo punë kështë më për edhe. Banorët thonë se me ndërtimin e këtij impjanti është bllokuar edhe rruga, duke izoluar një pjesë të fshatit. Na keni premtuar dhe ka rajoni, na keni premtuar deri me 31 mars. Zonë mbrojtje dhe asfalti Ja, do të çojmë mirë. Si jam i ke bërë fshati, çikoj fuska la më tun muj. Shive çka ke bërë. Ti, bërtas se kam siklet, i kam spita tjemë. 14.000, kur vje puna me shkojnë shkollë nuk vje. Vje si për marrë spunime, shniz ata, ta shofi deputeti, ta shofi se qara ke bërë. A të shkim ke shpije ime ta shi, gjithë për fajsusit, si kam fmit shtrimber. Gjoka nuk futat aty, nullet ta nulli Gjoka, si ka nulli nuk tu. Unë do hapun, unë do të hap, unë jam bishteti. Impjanti i prodhimit të asfaltit është ndërtuar nga firma Gjoka Construction pranë parkut kombëtar të Dajtit, ndërsa banorët paralajmërojnë se nuk do t'i ndalin protestat derisa fabrika të mbyllet.